Të dashur miq, Amerika bombardoi Venezuelën, një vend sovran, i cili vrau civil, destabilizoi një vend dhe promovoi një ndryshim regjimesh vetëm për të hedhur duart mbi arin e zi, duke shkelur të drejtën ndërkombëtare dhe duke mos pyetur për Kombet e Bashkuara, duke krijuar një akt të paprecedente të rrezikshëm. Por Amerikës nuk i intereson demokracia në Venezuelë. Nuk intereson e miri qytetarëve, intereson vetëm nafta. Që mos të harrojmë sepse Venezuela është i pari vend në botë që ka rezerva më të mëdha të naftës. Dhe do vendosi atje një qeveri e cila do të shërbejë amerikanëve. Dhe frika më e madhe që kanë njerëzit është sepse kanë frikë për një luftë civile. Do ndodhi ajo siç ndodhi në vendet që Amerika ka sulmuar, siç është Afganistani, Iraku, Siria, Jemeni, ku këto vende nuk e ka marrë veten as sot. Po mes ekzistonte nafta në Venezuelë, Amerikës nuk do të interesonte, dhe as nuk do ta dinte se ku ishte Venezuela. Dhe me të gjitha arrestojnë një president duke çuar jashtë vendit. Sot Amerika nuk pyet as për të drejta dhe as për Kombet e Bashkuara. Nuk e dinë pse Kombet e Bashkuara sot ekzistojnë akoma, sepse nuk janë në lartësinë e dur për problemin që ka bota sot. As të ndalojnë dhe as të zgjidhin problemet. Dhe mbi të gjitha, bota sot heshti. Nuk e dënoi aktin e Amerikës. Por jemi në një moment shumë kritik. Jemi drejt një lufte të tretë botërore dhe nuk është shumë larg.